Lo sé de tú. Maquiteu, Bahia. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në episodin e radhës o vllaj, ça numri jena se e kena harru vllaj. 6 vlla. 6 hello, si jeni? Sepse m'pëlqej ky numër, po Nuk m'pëlqen na kjo që intereson kena fare, përgatitur për plak. sot Lale. Le tash ti ty E. të pëlqejnë shumë gjëra plako që janë shumë të bukura. Po, Numra e 6 vërtet. ka shumë bagazh. A thua? Numri 6. Të keqet. Mu m'pëlqej më shumë kjo që kena përzgjedh këtë radhë. Ajër. Që ta dini nuk kena film vizatimor, po ju bëj spoiler. Nuk e kemi film vizatimor, e kena prish rrjedhën dhe ne sot, gati grupi, do flasim për Kuroko Basket! Ju futën basketbollit vlla. Jim të sportet. Ëndra jote vlla. Ëndra ime në Kavanos, gjën sirtar. Kavanose. Ai që ashtu është bo. Vetëm të lutem mos fillom atë justifikimin, edhe unë do isha bërë super lojtar për të çpata një dëmtim dhe Jo, gjuri. thjesht dashuria për ushqimin, triumfoj mbi dashurin për Ajo sportin. është, ajo. Gjithsesi Lale, kena një të ftuar shumë special. Vallaj. Kena një basketbolist, një unë nuk do flas më. Jo, Le, radhë, jo, këtë radhë nuk do Ende- bëj numra. Nuk do bëj asnjë lloj numri, nuk do ta prezantoj vetë, do ta prezantoj ai vetën, unë thjesht emrin do t'i them. Mirëpresim Bruno Bolli. It's Bruno here. Mirë se na erdhe më vlla. AKA street baller. A jeni mirë? Ja, në top jena vllai, si Si ka basketbolli. Do mos alini është fiks rumbullak. mirë se na erdhe. Nisi u gjeta, E. keni bërë super mision. Oh, faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe ti je super basketbollist. Mu më pëlqejnë qamet, megjithëse për zotin po të kishim luajtur tek e tek do ishim rraf bashkë me ato Vallai, dribline. do ishim therr bashkë. Për zotin Lale se thjesht do Pjesë e vi lojës, të pjesë e truni. Do lojës. ishim therr edhe do kishim basi kosh. Po, pikërisht. Do kishim shku për të luajtur vetë për të luajtur do kishim shku. E brazer. Po. Po ç'ne më ani me. Jam kurioz tash. Se mbefasove. Kur e mora vesh tash, okay, zakonisht sportistët janë kështu dembele valla. Domethënë nga kjo pjesa e këtyre gjonave çik ndoshta të veçanta, sa ta quhet veçanta, po Pak më spesh. Është e pjesa që e kanë gjithë mendet topi e nuk kanë kohë me pa anime. Jep, pra, kjo është ideja. Në vend të jastikut kanë topin. Po, shpreja vjetër. Ndjekin topat. Jo. Se Kasapo, kasapo. Okej. Çiko, te pjesa animeve është kjo pjesa që lidhet shumë me pjesën e basketbollit, ku ti shikon një anime, që ai bën një stil ose një stil të dedikuar në basketboll dhe ti thua në jetë reale, po s'u ta bëjon këtë stilin në basketboll. Okej. Edhe sidomos Kuroko në basket ka goxha stile që në basketbollin e sotëm tenton të bëhen. Patjetër. Si dhe street ose si edhe indoor profesion. Okej. Ti ku je më shumë tek street apo indoors? Si që dini, u jam te streetballi më shumë, aty është dashuria ime me thënë të drejtën, po edhe indoori e pranoj me mik. Pse s'pëlqen apo nga që ka shumë rregulla? Sepse ka shumë rregulla, në momentin që ti tenton të bësh një streetball, një stil të caktuar, e thon hapa. Po. Jashtë. Jashtë se këtu nuk jemi jashtë, ju jemi brenda. Veç të ndryshim kanë këto? Është pjesa që dribblimi topi, xhoglimi topi ose peshimi topi që ti bën në basketball, ato e quajnë peshim topi dhe automatikisht është faull dhe merr topin e kimikut dështar. Ka 1 milion E rregulla. u zbar shumë veç nga Ka Po, 1 që ti milion merr rregulla. topin, do jesh si bombë, ç'është kjo që kam dorën e çdo bëj. Ti jep më A shumë do freedom. eci, a do bëj kurse në streetball ti je freestyle. Bën Ti sipas shefit. mund t'i improvizojsh çat vitu në kokë, mund ta bësh. E keqja është kur të vjen për streetball, të të vi nga një nga këta që janë për indoor. Ta që e lym kështu me gjasë profesionale. Aty pasaj, sa i thot 1-2 jo, të travel, jo foul, jo. Madje më dojë në Rom, 1-2 më thoshte hapa. Kjo stili i bukur, po nuk quhet pika, hiqet pika. Pse? E bëre sepse ka që është një lëvizje caktuar ku ti e bën kështu, edhe ai kthehet, edhe topi bie prapë në tokë, e ti e ka prapë ta gjuash ose driblosh, automatikisht është hapa në indoor, sepse quhet ngritje topi sipër shpatullave dhe automatikisht merret faull, possession i shkon kundërshtarit. Sa shumë rregulla pas basketbollit. Inxhinieri, o vlla, Se është. dia fare që ka shumë rregulla. Matematik, inxhinieri, art, ç't dush. Dhe më e forta është kur gjuan të treshit ti e shef vetëm që jashtë vizën dhe ku ta shefin me kënd tjetër duket se u kish ket vizën. Po pra, kjo është më Kjo ndyra. zën goxha diskutim në lojë. Jo po unë e pash me si unë tim që ishte jashtë vizës se shkele, jo po ka krau majt, duket se je sipër vizës, se ke shkelur vizën.
është me lanë Ai vete. 3 pikë, sidomos moment të fundit kur të duhet çamet ai 3 Pa i pikë. 3 pikë, ose ai falli që u marr gjithmonë në fund ai që ja bëj pak me hile. Ikim shpirtin se bozo. Streetballer o bre. Jam kurioz. Si nisi ëndra jote me basketbollin dhe pastaj kalojmë avash avash edhe tek pjesa e kurorës. Unë e nisa para se të vazhdonte pjesa e pandemisë, e coronavirus. Okej. I nisi bashkë me një shoqun tim turk, si tip bashkëpunimi që ne e kishim si ide, domethënë që do hapim një kanal YouTube-i, Okej. nuk do ketë Bruno Bobo, do kishte një emër tjetër. Okej. Dhe ne do e nisim komplet me Shqipërinë duke vizituar çdo qytet të mundshëm edhe të hidhnim video duke luajtur me çdo person të mundshëm që gjejmë që luanin basketbol në rrugë. Patjetër. Nice. Shumë nice. Dhe nuk është për të nxjerrë njerëzit keq, është thjesht një kulturë streetball në Shqipëri, sepse po ta kthejmë viteve 2006-2007, telesporti dikur jepte streetballin që respektonte dhe u lunte te stadiumi Dinamo. Po. Ku ishin yjet, atëherë kanë qenë më të mirë. Pastaj Shqipëria ra në gjumë te pjesa streetballit dhe ja ku jam unë pas 6 vitesh që vazhdoj me streetball që është Gredo DC, që ka kulturë, që njihet. Pra domethënë ka një rritje të Ka një rritje për momentin. Për momentin Okay. ka një Super. rritje edhe më e bukur është që ka një rritje që njihen këto rregulla në streetball. Okej. Në momentin që njerëzit janë lodhur që është hapa, është tregu, tani thonë, "Ok, ky luan streetball edhe e kemi nda me." Jemi rahat, nuk ka më kështu gjona. Nuk ka më. Tash që njerëzit të tjerë rahat, se unë rahat jam. Këtë Po, moment. pra, Kolegi jeti, dashur, pra, të lutem. ma asistose nuk duroj dot moda. Favore. Zore shtyva deri Vlla, kaq. kemi një dhuratë për ty vlla nga Shumë Edzo Antini. faleminderit. Është një dhuratë shumë të ndihesh- speciale. Shpresojmë që të pëlqej. A mund të hap tani? Patjetër. Ne në zor presim. Është momenti më i bukur. Sepse janë gjithmonë surprizlla. Janë gjithmonë surprizë. Më befasove dhe ti koleg. Më befasove. Të lutem koleg. El per favore. Si sa bukur hapa, kupton, le duket që e ka dorën njësër kështu me kapë. Do vendosësh qertë ta shikojmë. Patjetër. E, Më falni po pak. shko ka unë- qamet. avash. E ka shumë gjona, ba. Kemi Po kjo pra, e, avash. tamam pra, jo shaka. Ço ke punë kështu. Ke dhe jastik që ta kesh për notë. notë. Më mirë fare. Street E vjen fare. direkt, Ti vendosen kyç vllau direkt. Oh. Luxuri. Luzuri valla. Luxuri. Atë su kompletum. Unë se heq mas në gjumë ta di. E mam për fat mirë. Ta gëzosh vlla. Ta Edhe gëzosh. Enzo shumë faleminderit se Shumë faleminderit. Respekt, peace out. po ne respekto të gjithë. Atëherë, kuroko në basket vlla. Si e nise? Bravo. Nga e gjeta. Animen ku. Nga e Nuk e di gjeta. që ose vuti u rrim, nuk kam veshur slam dunk sot. Mor një ani me Po nga e tjetër. ke bërë këtë bluzën ti? Unë këtë kam bërë te AM-ja, peace out u AM. Duket që ka stil. Sa ka bodi Lalen ai, ka bodhe neve këto. Duket që ka stil Unë ai. them me e bukur është e imja tani se. Vallai kokën Sepse kokë. në Shqipëri mund të ketë anime të tjera, po anime basketbolli nëpër bluzeve dhe unë kam pas. E kam akoma. Tu na e boni. Okej, Tu na e jo, boni tu 3 t'japim Po pikë. mirë, ne kena sot oklonin, kush është sot oklon? Asnjë Fatkeqësisht. A pra, Në të ardhmen mund të kenë. patjetër. Patjetër. Qëndro. Shënoni. Shënoje. Ka sapo më shënim dëfter. Shënoje. Dhe me thënë drejtën, animi im e parë ka qenë Kuroko që kam hyrë për ta parë nga fillimi deri në fund. Kurse në Slam Dunk e kam nisur i vogël dhe nuk e mbaja mend me thënë drejtën dhe vazhdo ta nisja nga e parë dhe se të nxirja fundit. Okej. Shqiptarshe. Unë nuk e di pse më ka shpëtu kjo me thënë drejtën, ka dalë disa Kuroko. herë suggestion. Tjerë rekomandon si anime shumë të mirë domethënë. Po flas krahasim me Kuroko, no? Pa çka që persona që mund ta luajnë ose e luajnë basketbollin, gjë e parë është ta shohin Kurokon. Po. Do thoni ju, ç'na hym punë neve, ta xhem kohën. Janë ca stile, janë ca gjëra, janë ca mentalitete që transmeton animja që i bën mirë edhe sportistëve, po edhe sportdashëve. Po, Pse jo? Tjetër. po. Unë mbështes shumë këtë që sapo the, sepse jo vetëm te kjo si anime, po të gjitha animet që kanë zhanrin të sportit, flasin dhe japin ca teknika, ca mënyra domethënë që ti thë, ore pita provoj herë sa e T'japin bëjmë shumë hajt. bëjmë këtë. T'japin po. Një nga lëvizjet më e lezetshme që ka Kuroko, për shembull ku pason që futet layup, futet në tre hapësh dhe e ngret topin me këtë dorën dhe momentin që e ka afër koshit dhe e pason te tjetër me dorën Tak, me direkt. dorën e djathtë, ku shkon tjetër që e bën shumë kavaj. E Po ke këto bërë janë stili stile që që Po, bëhen- edhe kam bërë. Është diçka që bëhet, po. Unë kam parë disa video, nuk e më kanë dalë në Instagram disa herë që për shembull me Steph Curry. Po.
shumë herë, është dhe ky tjetri, më duket është kroat, nuk e mbaj mend. Lojtari. Kroat më duket Lunë futet nga këtej, po, lunë NBA. Luka Doncic. Luka, se s'po vite. Faleminderit, Luka, Kasaba faleminderit. Luka është tipik Kuroko vlla kur lu. Është original. Edhe pse nuk e ka origjinën si organizator, e ka origjinën si trash, edhe si Patjetër. dysh. Po si trash më shumë Si ka trash gjatë shumë për gjithmonë. trupin që ka dhe viset që bën. Po ai ka bën Ai edhe fal. domethënë ai është brezi që patjetër që ka pa animet. Është Po, vdek. Ka kjo, bërshkon po, që. Është vdek me. Dhe patjetër që ka pa edhe Kuroko në mënyrë si pason dhe i ka më easy se sa ne ti bëj. Shumë. Në këtë bie në sotëm është më akoma më easy të bësh pas offensive. Shumë ndryshe është obures, ka Shumë e lishtë, shiko pak. Tani të krijohen dhe kushtet, ë. Po, për i Ke ke gjëra gjëra të ere. Edhe topi është shumë më i Shiko, mirë. ka qenë ai ekipi amerikan që kanë qenë gjithë me ngjyrë, mban men ata që ndryshojnë komplet Harlemat, rregullat e Harlemat. basketbollit. Harlemën dhe shfix ku shef Kurokun ose Slam Dungun Po. kanë si anime. Është fix dhe e ke gabim akoma vazhdon të jetë Harlemat. Për momentin Vazhdon që flas, të? vazhdon të jenë akoma, po nuk janë vetëm çuna, tani ka edhe goca që bëjnë street. Madje para se të vija këtu te Okej. studion e juaj, po i shikaj që një gocë që po driblonte komplet savën, duke kërcyer, duke ushtrin tokë çonte prap dhe i bëni zbor. Femrat, Qa a? bëjnë mo vlla? Qa bëjnë mo burr? Qa janë shartuar me ardhuc janë shartuar. Jo, me ti bukur talenti, atyre- ti talenti. Është- thjesht Sekreti talent. atyre, sekreti është topi. Okej. Ka një material goma i topi me ato vizat të thellta, Ja. me dokma si them u shipshe Po, fare, që ku e ka me mozat e gishtave, nuk të rëshket ai top. Kështu që mund je i lirë të bësh sa do freestyle të mundshëm. Aman. Çfarë ta jep mos, në ajo- ty në kokë ti mund ta bësh. Kjo është pra ai që ta nxjerrë. Kur merret topat lirë herë që të rrshkasi kështu frap. Ti Kjo mundohesh të ndryshimi bëj nga atë skuadra, gripin. burr. Unë personalisht me topa gome jam për street. Qose do Pa, bësh pa. freestyle, po ta gjute koshi ai top do të ikë si Jo. Po, si balun. po. Asnjëherë Majta duhet zgjata drejt sa se të dushti. Vetëm me fat lutesh, Jo, jo. inshallah e bëj. Topat e lirë të kanë më, është një lloj si futbolli e burr. Një lloj si futbolli. Po, me Megjithëse topa. është diçka që futbolli ka vjedh shumë nga basketbolli. Po. Oh, Po. futbolli nuk është Shumë rregulla, jo. Po jo. kush është në lërat e para që është Unë me sa di është basketbolli ndër të para. Basketbolli Domethënë të para parë futbollit që ka lind basketbolli. u zbulua nga një kanadez dhe e vërteta që u zbulua ishte sepse u lunte mrena parazit se Kanada që është shumë ftohtë. Po, normal atje. Edhe koshi i parë që kanë pasur ka qenë si tip Kobe. Për druri. Po, e majmen. Evoluimin e kësaj kam pa i Evoluimin e video basketbollit. shumë. interesante, shumë Shumë interesante. shumë interesante dhe fal ti tani ne jena do luajt basketboll. Shpike me men, pra kuptoj Ja ti respekt, se- ja Dhe respekt. goxha Jo, po- shpike me men sepse dimër ishte, ftohtë ishte, jashtë Po, nuk luje. Duhet me unë zef, se s'kena korrent. Edhe shqyr që kemi palestrën. Po, si ta- Kemi këto sporte tjera që bënin palestër, pse jo ti vendosim i kova, ti do bëjmë ca koshë. Po pra ti vetë për shembull, a nuk ke shef një kosh një kështu aty edhe të kap ajo dëshira do ta bëj kosh. Ne Po, e vërtetë, ne e kemi vërtetë. si për shembull ose kur jemi në zyrë për shembull mund të hapim mund pimi kanaçe ose diçka në një qese të vogël në momentin që kthena fej do lloj janë Po. Kobi. Është pasion ajo, është. Kush është lojtari preferuar vlla? Në NBA për momentin lojtari më preferuar që unë e kam bazuar lojën time është James Harden. Fear the beard. Okej, okej. E unë diku kam pasur atë mjekrën e madhe që e kisha pak a shumë si ai edhe gjasonim ato step back-et me ato gjërat që bënin, po all time si God, Black Jesus. Pra. Po, kështu e kanë. E di, i imagjino se sa lart ka qenë ajo. Ai njeri për mua, Ai okej, ajo Kobe. i dha shtysën që kemi këtë Po, basketboll që kemi tani. Jordani ka qenë. Po. Dhe është vërtet. kemi rënimin e basketbollit fal LeBron James. Patjetër. I edhe ti në të njëjtin kapitull me mua që Fatkeqësisht, LeBroni po e fatkeqësisht, po. shkatron. Pse po e shkatron ai? Është super e mam peng. Edhe NBA ka nevojë për LeBronin, edhe LeBroni ka nevojë për NBA-n. Është shqiptarësh e triqe mos e ku. Po. Po sepse shiko valla, figurat më të mëdha të tikën, ty tiku Jordani, okay, se ka Po. moshën Po. normalisht. Shaquille O'Neal nuk lu më prej sa u bën tash. D-Wade. Po, Kobe, Kobe. soi aksidenti, domethënë aksidenti. fatal, kështu që ty tikën gjithë ikonat valla. Tash i kanë ngel Steph Curry. Po. Helikopterin e i Kobe. E, Se do të shpesh e këtë fikën helikopterit, dhe fikte e ndisën në ajër këtë Kot për qef. Çfarë të daj? Po, po. E më shukur ta. Mamba. Mamba Ba. mentality. Po, Fikë ndisë, ajo- trëtuash me rrezikun. Po.
Në fakt, këto në ndeshjet që kam bërë, kam pasur edhe këto stilet e tyre, kuptimin diçka që ishte significant. Po, Si lojtar, po edhe këto të më fal. Ti mund të quash për shembull pjesën lëvizjes signature move, që quhet që ka një lëvizje dedikuar për personin që ai po ta bëjë ka 90% kosh. Si për shembull unë e kam me step back për shembull 2 driblime para, 1 hap brapa, shoot for 3, game. Po. Na knaqi muhabeti edhe. Për zotin për basketbollin, pritse kena pjesën e dytë, do ta nxjerrojmë tek kurrë. Flasim tër ditën, tër natën edhe nuk marrën prapë. Asnjë. O Kasapa, i sigur që marrë koha mo. Po. Kasapa këtu synin. Kasapa. O Kasapa këtu menin po them për letë që këtë muhabet. Shifna në pjesën e dytë bobe. Shadow Clone. Okej, jena në pjesën e dytë. Këtë pjesën e parë tash e hallakatin me çik muhabetet përgjithshme, me ça merremi, kë kena qef, pse qyshe tek. Të shijon ajo. Tash normale. Të shijon. Normale. Ishte ai muhabeti kafës. Kjo është e bukur valla. Nuk I kam qefën këto kështu. Okej, ne bëjmë pyetje përgjigje, po. Chill vllai, chill. Jena vibe vlla. Jena në rrugën sensin e mirë të fjalës. Jena indoor po street jena me Po zë. pavarësisht se jena kështu, po. Freestyle jena. Freestyle, ja. Çat ka pëlqy më shumë ty o vllai im nga Kuroko. Domethënë qoftë lëvizje, qoftë historia, qoftë personazhe kur thot po. Dhe kjo pjesa kur ti luan gati për rit basketboll dhe ndonjëherë do thuash unë gjërat e basketbollit ose mërzita. Kur ke nevojë të eksperimentosh diçka tjetër, për shembull, të shohësh Kurokon, si anime. Ose të mësosh diçka të re që ti u shkosh në fushë ta praktikosh me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Patjetër. Për shembull te Kuroko, fal autori që ka bërë animen, mangat, është ai pjesa që nuk e ka nxjerrur si personazh kryesor shifrim që ora kemi këtë vëlla. Po. Ky është, çdo gjë do të rrotë rreth tit. Është shumë Po, vërtet. te anime është fiksi hije. Po. Po duhet edhe ai e Të nisi. duket sikur e ke aty po se ke aty, se ke aty po ti mendon që ti e ke aty prap. Altruizmi është shumë I fuqishëm. Pikërisht. Domethënë, sakrifica që ai bën, qoftë kur luante te Brezi Mrekullive me Aomin. Po, që luante pas që ishte asi. Po. Në shkollë 9 vjeçare, që luanin bashkë, si kur shkojnë në gjimnaz që po luante me Kagamin, e njëjta gjë ai vazhdonte të rrinte në hije. Dhe mua më pëlqente, nuk e di nëse ty të ka bërë përshtypje në një moment apo në një tjetër, që si o vlla këti nuk u rrit egoja një moment që Fakt, mund ta them para se ta shuj ta mbyll shpejt. Patjetër. Kuroko është si simboli I egos së zhdukur. Kështu e kanë tek bota animeve. Misioni I shkrimtarit që ka bërë mangën, që ta nxjerrë sa më pak lojë që ta kuptojnë që basketbolli nuk është vetëm unë. Është grup. Siç ishte Kobe që thoshte me 5 lojtarë po t'jeni bosh prap unë ndaj gjyq topin. Vërtet. E ka atë. Ai e kishte atë. Ata e kishte, Atë e kishte, por pak ku e bonte Jordan I kishte gati 100%, por pak ku e bonte Kobe I kishte edhe me negrofizmin ose thoni njerëzit ore, ma pasoi me vërtet. Po ajo është fiks e çuditshme, e disim kur pason te Kobe, gjëja një herë kam pas dubluar një herë dokumentar për basketbollin, për ka qenë kjo lufta, kjo gjenerata dhe epokat në basketboll ka qenë. To është diçka se më kujtove këtë me pasimin e Kobit. Njerëzit trëmbeshin thoshte kur pason te Kobi. Shokët e skuadrës trëmbeshin. Fliste njëri nga trajnerët. Se thoshin po bën gabim, a bëra unë diçka gabim. Ose ka diçka gabim që shkon ose mos ka dëmtim të Kobit. Po, domethënë ishte diçka e çuditshme dhe mu kur kam pa këtë dhe normalisht kam pa edhe Kurokon, më kujtohet skena në fund kur Akashi, që është te festivali I Dimrit, te kampionati I Dimrit, që pason Akashi, vllai, unë thjesht nuk e prita, si drejqin lale, si drejqin nga out of nowhere, I tip krenar, vlla, egoizëm në kulm, çdo gjë, për veten, paso topi. Prandaj quhet basketboll, I rumbullave që si dihet se ku bjen. Ja sollën ngusht aty. Ja sollën shumë ngusht. Po është ndryshe nga futbolli, ja, nuk ka, domethënë, janë pak a shumë me një ta gjë vetëm se njëra është me këmbë, njëra është me dorë, por që në aspektin e egos mund ta quaj që basketbolli ka më shumë lirshmëri që mos jetë shumë ai vetëm për veten e vet. Ndryshe në futboll për shembull që e zëm sulmuesit vetëm sulmo vllasi intereson. Këta mund ta kenë këtë
Siç e ka bërë dhe Kuroko Basket, a kupton? Si ndryshe për shumë nga futbolli nuk ke pozicion offside, si më thon. Nuk e mund të rish para Që ose mund të rish poshtë koshit tjetrit edhe. Para shumë e bën bajaç me lojën, se vetëm para topa të gjata. E jep më shumë lishmëri këtë. Mbaro loja. Po pra, ne kjo është e bukur, po ke lojtar që ke nga 2.30 siç ishte Murasaki bara aty, kupto shtyll tensioni. Dopjo. Që Murasaki kopionte stili lojë Murasaki ishte i Shaquille O'Neal. Original. Unë akoma deri në 2025 akoma nuk mund të gishte një lojtari me dominancë si qendër. Se Shaquille O'Neal. Po ai kishte prezencë prezencë që është kinez, më duket, ë? Yao Ming ka një histori histori interesante që kjo komuniteti shteti i Kinës vendosi që para se lindte Yao Mingu, vendosi që babai dhe mamai i Yao Mingut, mamaja vinte ishte volejboliste, ishte më e gjata e shtetit të Kinës dhe babai ishte më i gjati për basketboll. Bon që i bashkuan bashkë, i martuan bashkë, doli Yao Mingu. Yao Mingu vërtet ka qenë i gjatë, po wingspan i Yao Mingut nuk kishte përgjithësinë e duhur që kishte. Wingspanin, domethënë gjatësitë e krahut kishte më të shkurtër se sa trupit. Dhe është diçka më e keqe te një i gjatë që mund të ketë gjatësinë, por nuk ka gjatësinë e wingspanit të krahëve. Plus kësaj, ai thjesht nuk e donte basketbollin. Dhe unë më shumë gjej ngjashmëri te karakteri i gjej. E gjen dot me këtë ngjan që nuk e ka qenë basketbollin në këtë momente? Është një lojtar serb që ka marrë 3 herë MVP-n, Nikola Jokic. Ai pra Jokic s'po mite. Ai momentin që mbaron ndeshja ai ka menduar që të kuajt atje, bëj gara. Ai është dystere. Është dyst. Ai e ka thonë vetë që unë e shoh basketbollin si rrok që më paguan mirë. Ai argëtohem, jo se nuk e kam shef, po e kam, është profesion. Ai shumë profesion, bravo. Po shkon nesër do të çon dhe ikim punë. E do vi prapë. Është vërtet. S'kam shef, po prapë e kam nevojë se do marr të paguam fund. Dhe ky është fiks tipi i Flokeshilit. Midorimës. Ai thjesht po bëj 3 pikëshim. Vllai çka ka horoskopi sot, ka po këtë shenjën, këtë lodrën. Hajde ta morën kët. Do dal mirë sot. 3 pikësh nga zona më zonë. Kjo është diçka egzageruar pasaj që normalisht sepse asnjë s'mund ta ketë expanded. Jo, është më mirë ta shohësh basketbollin si pagesë që ti merr, se sa të hypi vetë në qef, mos përthesh, mos kesh momentin të përthesi lojtar. Ora, po unë kam një pyetje shumë interesante. Nëse për shembull në një univers tjetër, normalisht do merrte formë tjetër, kjo si anime, a mendon ti se Kuroko do ta fitonte ndoshta një trajnim njësoj si Blue Lock? E ke parë? E ke parë Blue Lock? Jo, s'kam parë Blue Lock, me thënë drejtën. Po e di pak a shumë se për çfarë bën fjalë, apo jo? Po, e kam fjalën po. Ideja që merren lojtar, domethënë të gjimnazit, futbollist, edhe futen në një program të ri që quhet Blue Lock për të stërvitur dhe për të nxjerrë futbollist elitar. Sulmuesin më të mirë. Po, ti mendon që mund të bëj dot Kuroko një rol më kryesor se sa te anime po thua. Ajo që arsye pse kjo pyetje më intrigon është sepse te kjo anime nuk është fryma e bashkëpunimit, por e individualitetit. Në fillim. Në futboll. Në futboll te kjo anime. A mendon ti se Kuroko me këtë ideologjia? Nuk mund ta bënte dot me këtë ideologji, do vazhdonte prapë si me fillimet e veta. Është vetë personazhi i tillë që mendon dhe është si zemra e ekipit. Nëse zemra e ekipit nuk rre, as ekipi nuk sinkronizohet me lojën. E kam provuar sepse për shembull Breze Mrekullive kur ishin të gjithë bashkë shkollën vjeçare, ata provun çfarë do lloj metode, po ishin fillim derisa u bën u cilësuan Breze Mrekullive. E di me këngë janë këto Breze Mrekullive që janë gjithë all-in me ekipin që bëri në Celtics atë Kevin Garnett. Të mundur Kobin edhe Inati që i kapi Kobin që merrte back to back finals. Çam ke kujtu. Dhe këtë gjë e bëri edhe Kevin Durant ku bashkua dhe Golden State-i. Tani gjithë këtë bullshit. Okej. Trio, Ford, duo, më të fortët e ka nisë vetë LeBron James. Po, ka. Kjo pra, e di se po bëhen tash, po bëhen gjitha ekipet, hajde të marrim gjithë All Stars, po bëhemi si Paris Saint-Germain. Marrim gjithë All Stars të fitojmë. Po kjo paket gjithë secili e ka menë për vete pra. Po për më dhe kjo prandaj e prish if. Po ngjeli në letër ishte Brooklyn Nets ku mori KD-n. Po. Kyrie mori James Harden. James Harden ishte fare healthy në një vit i gjithë. Po, ideja që i mlodhi gjithë bashkë dhe ora,
po Ti je e nëse- prishëm vlla më Dhe shumë. Këtë gjë e bën edhe Kevin Garnett me Paul Pierce me këto tjerë që u bashkuan te Brooklyn Nets. Jep. Dhe gjithë ato first picker që është Jason Tatum, Jaylen Brown tani të Celticsa do ishin të Netsat. Po edhe gjithë Ti këto me detaja. brezi mrekullive, po që se ato do kishin luajtur bashkë në një Unë po them gjimnaz. do kishte përçarje. Po, Do kishte përçarje sepse do ishte unë jam i miri, do japësh mua topin. Po. Ti duhet të jesh atje se ti nuk dukesh, do i thoshin Kurokos. Po po, ashtu nisja e që 9 vjeçare, është sikur si ishte. Ta marrin për shembull për gjatë gjithë historisë. Ata 9 vjeçare luanin bashkë. U arritën që u quajtën brezi mrekullive. Tani filloi kush shënonte më shumë. Akashi zgjodhi. Do kalosh në individualizëm. Patjetër, Nuk e pra. qa jep më. Sepse ata se cilë cilë kemi kishin. dërguar që ne fitojmë. Tani ç'do japim. Po, hajde kush shënon më shumë. Bëjmë garje kush shënon më Edhe shumë. me ekip që tregoj ç'a mund të jepshin ishte me 2-3 fitat e Jordan. Mirë. Mos ja fut kot. Tani ai bodi boni 3 fletën. Iku. Në 2 vjet pa basketboll, u kthye, boni e një tjetër. Është E 99 tha, është. luni ju tha se un kam kohë me lut më. Ai gjithsej më ke bot 13-14 sezone basketboll. 6 e ka fitu. Të 6 e ka fituar, imagjino. Me ne thonë që LeBron është akoma got. Mirë, këta janë E ka thonë. Unë kam një pyetje tjetër. Kuroko nuk e ka fare këtë të individualitetit. Ai thjesht nuk ka nevojë për dritë, ai jep dritën të tjerëve. Prandaj ka dhe Tani ku je? emrin Hia. Se tham ku je zemra e ekipit. A është kjo ajo çfarë bën atë një lider fantastik? Kurokun e bën një lider sepse duke qenë se e zemra e ekipit, duke furnizuar ti ekipin me topa, e pse je në drejt hije, nuk je gjithmonë ai gjujsi që gjuan e fancy që duket ku gjuan. Prapë jep këtë rolin që Kuroko është një mirë i fushës edhe pse nuk e shohim, edhe pse nuk e shprehim. Thjesht vetëm vetë autori e jep si mesazh që shiko se në basketboll nuk janë gjithë gjujsat. Ose gjujsat ta zgjidhin lojën. Shootersa si thonë më ndryshe. Nuk ta zgjidh lojën, po ta zgjidh lojën ai që jep pasën. Ai që lëshon më shumë topin, ai për mendimin tim duhet të jetë lojtari që shpahet më i miri. Po. Sepse janë në këtë kohë në 2025 që po flasim tani janë gjithë ball doggers. Domethënë e duan gjithë topin për vete. Një topësh. Mua për vete, unë jam në zhanrin e sportit, unë për vete animet preferuar kam Haikyun. Ajo është... Unë me thënë të nësa kam parë, Ajo për mua është fantastike, thjesht e dashuroj, nuk e di do me thënë. Nuk na intereson. Mua më intereson. Unë do hyta shopët na çoni emrin më mrapa. Ajo është më e mira për volejboll, Oli dhe Benji për futbollin. Jo, se futbollin. ke për volejboll ti Mila dhe Shiro që ka qenë dikur. Mila dhe Shiro ka qenë Verso. Mila dhe Shiro është old generation, it's old generation is better. O plakarush. Është moderne, është shumë e bukur dhe okay, ai që është kapiteni i skuadrës është pikërisht si kjo që nuk është ai që e merr. Nuk është Kuroko kapiteni i skuadrës, ta sqarojmë. Okej, po flas. Është numri 4. Është numri 4 me syze gjithmonë, po Kuroko është kapiteni në një skuadrës. Po. Sepse po ta mendosh ta herë, nëse ato Kurokun e shohin në fushë, skuadra nuk sinkronizohet, nuk ka filoja. Ju kujtohet ajo pjesa finale që humbën? Po thua me Midorimën. Po që humbën edhe po thonin që se Kuroko doli në pa, si lojtar. Po, ishte momenti po. Ishte momenti që doli në pa edhe ato nuk po lunin dot. Ka qenë me Aominën, fal. Ka qenë me Aominën beteja që u bë Kagame me Aominën që iku truni. Që përfundon pasaj në vitin e verës. Vitin e verës e tha do kthena më të fuqishëm se qena. Ajo është të vitin e verës ka qenë. E madhe edhe mishim për zotin sa urdo. Valla, sa mendimi ke për faktin që trajnerja e këtyre është një femër? Se mua më ka bërë çudi. Tani trajnerja më thënë drejtën. Spara ka ndodh. Nuk spara ndodh në basketboll. Po gjithsesi shtylla ishte dije kush je, e pse mosha vjetër probleme shëndetësore që kishte. Ishte jadi. Ishte jadi saj që ishte jadi që ishte shumë. Mund të them që mund të ishte kapiteni skuadrës te ekipi Kurokos, mund dikush tjetër, po zemra e ekipit që Kuroko. Ndodhe me trajnerin. Është si dritë hije, po aty ku duhet që shfaqet, jep zemrën skuadrës, se skuadra vazhdon. E njëjta gjë është edhe tek se un po e lidh me Aikun se të dyja janë sport. E njëjta gjë është sepse edhe aty ajo që është asistente e trajnerit ashtu është një vajzë dhe është gjithkohës duke i inspiruar me që të bën gjithmonë më mirë. Sa ke valla? Jam tani edhe të them dagu e di që është një vajzë trajnere duket.
të Slam Se Dunk. di, se kam. Është- Se mbaj mend fare Jo, unë nuk e kam pa me thënë drejtë. Regjia historik. më ndihmoi që është një vajzë te Slam Dunk që është trajneri e ekipit. E pas Shiko, edhe këti nga ana tjetër, nga krau tjetër që është skuadra e Aumines, Po, ka Omojn, në mojnë, po. që Omoj ka 2 big reasons. Mëdhaja pse është aty. Është Alexa. Këtu jemi dakord. Alexa është tjetër më Më fol pak për duon Kagami dhe Kuroko se është një nga këto dyshet mund ta fucësh në listën e janë këto dysheve më të Golden mira. Duo, vlla, gjithmonë. Golden Duo. Unë doja, ku po vija për në podcastin e juaj, po mendoja që me kënë gjanë si duo. Po pra, Sepse mund ta shohim si me kënë gjanë si lojtar, si për shembull, Kagami ngjan më shumë si ka stilin LeBron Jamesit. Mu më jepat e frymën e LeBron Jamesit. Po. Kurse Kuroko dihet Jason William aka White Chocolate Po. dhe duke menduar ne bien e sotëm një duo të tillë para Ja, gjë ja, mund të thuash me pak fjalë mund të them që diku te Brooklyn Nets dikur ku ishte KD me Kyrie. Po. okay. Po. Që Jason Gjasaj. William gjason me Kyrie edhe LeBroni mund gjasoj pak me KD, jo te pjesa e shooting, po te pjesa e pozicionit që luajnë. Jep. E vetëm që mundi parafrohet, Që mundi është vërtet. parafrohet, Që po. mundi parafrohet është Sepse vërtet. Gagami është i gjatë. Po, ishte shumë i gjatë. Ga- Tani qofse mund të krahasojmë dyshën që kishte Rockers në 2018 me James Harden e Chris Paulin, nuk do shkonte shumë, mund thona Chris Paul është Kuroko e James Harden është Kagami. Po, prap nuk kanë Prap nuk ka pozicionin fiks. Bravo. Ose po thua Shakun me Kobin, prap nuk është pozicioni fiks. S'kam pikë lidhje. Po nëse Ka. do merrje për shembull personazhe nga anime të ndryshme për të bërë një ndeshje 3-3, kë do merrje për një ndeshje basketbolli? Unë personalisht. Po, ti. Apo përplasja animesh bashkë me njëra Po plasja animesh merr Qofse si do- dush ti, merr si dush ti. You're free. Qofse unë do bëja, e marrim rat parë që do bëja një ekipin tim, gjë e parë që do merre Kuroko. E pse unë mund të luaj organizatorin, kush më mirë se Kuroko mund ta Po, bëj, është dhe vërtet. unë mund ta fsheja shumë mirë që mos të duket që ai po bën organizatorin. Po. Dhe për shooter do e bëja si Splash Brothers, siç ka bërë Curry me Klay Thompson, do isha midë Rima dhe unë. Catch and shoot. Edhe Kuroko që pason. Fiks, Po. Fiks lele. fiks. Catch and Kundër shoot. kujt, I kundër ke kujt. lale, pasimin. Unë tentoj të bëja kundër kujt të Slam Dunkut. Se jepshin momentet më të forta në anime, dojnë t'ja dilin me zotësinë e tyre, me forcën e tyre, do ishte goxha Je do lezetshme. ta shoftë se Slam Dunk Po, do nuk ta e kam shoh, pa, unë kam do ta menduar, shoh patjetër. Si? Po na vje keq vëlla. Do vje Zorov, Kam e dyshëm brava, unë do do të vje shoh Zor. tani në kokë. Tash i zvjezor. do vje Zor. Unë kam pas babën basketbollist me Partizanin. Dikur Ja respekt edhe- ati, po ty s'ti jap Jo, respekt. mos më jep respekt se unë se ndoj që Më unë them si drejtën, bolla po. në Shqipëri nuk është akoma kjo pjesa e kulturës t-shirtave me basketbollin e animeve nëpër bluzën nëpër hudi. Jo, nuk është. Jo, nuk është, Fare. jo vetëm ta jo, po në S'është anime, përgjithësi, në përgjithësi. Mund të them përgjithësi që është para 4-5 vite që po flasim tani, streetball nuk u njifte më. Është një ekip The Professor, Mhm. që unë E se njoh. mund- Është shumë njihni i se zoti. mund- Shumë i zoti. Shumë i zoti. Ka luajtur Enduani Okej. dhe kjo pjesa e streetballit që përmendim tani thua është profesori, po nëse Po. kthehemi më mbrapa, po ta mandi Enduanin, vend Enduan. Është Jo, e kujtoj kështu, po them, po është- mundohem të kujtoj. Po, është momenti thom, që unë them vite përpara. Unë e them troço valla, ti ke dështuar me që në NBA ose në ligat e D1, D2 ose në G League të Po. NBA, ti shkon luan streetball për Enduanin. Ishte një film që prokuronte brendat më të njohura, nuk ka nevojë të përmendim emrat këtu tani. Po. Dhe punonte basketball rrugësh. Ekipi që fiton qëndronte, vazhdonte turin e ekipit që humbë shkonte në shtëpi. A kishte bërë kështu? Edhe ai? më e bukur është që ti blije një bluzë basketbolli, po merre edhe VHS-n, kasetën. Që shohje volumin e parë, volumin e dytë, volumin e tretë. Që unë shijoj tashin se është shumë gallat. Çfarë bëti biznesi? Do them që në ato lloj lëvizjesh, unë them janë përfshirë edhe anime në Kuroko. Janë marrë ato lloj lëvizje sepse daton që në vitin 1993. Kanë pas inspirim pas. Kanë pas inspirim. Shumë. nga Shumë. Kuroko. vëlla. Jo, Kuroko ka marrë nga ka këta. pasur pak inspirim nga Slam Dunku, po nuk ka pas shumë Slam Dunku, shumë lëvizje streeti sa çka Kuroko, me pasimet me gjërat. Çka Unë si. do thoja këtë që ajo në 2008 kanë nxjerr mangën për e të parë dhe në 2012 filloi me animimin. Enduani daton që në 1993 Po. për old school sot. Dhe aq shumë kanë ndikuar
sidomos në Japoni, sa që ka rritur një interes shumë të madh për basketbol, sa që edhe ekipi ose federata e Japonisë e përdor Kuroko Basket si kështu për të tërhequr të rinj. Pikërisht sepse Japonia nuk njihet për basketbol. Nëse flasim Ja, tani logjik. për Sepse mbahen për njihet. shkurtër. Domethënë një lojtar që luan dobën në NBA, shumat ja presin direkt biletën në me Shanghai Sharks. Atje do luaj, atje meriton të luaj. Në fakt, edhe kjo si anë mbahet si the shonen of Po si për shembull, basketball. nëse ne marrim bëmi test me njerëzit i thona kë ka lojtar të mirë basketbol Japonia, njerëzit do kthehen direkt tek anime, do kthehen. Po, kjo është e vërtet. Po. Kjo është e Ajo vërtet. është. Shiko, kjo është domethënë ajo që bën Japonia po edhe për të stimulu, Pikërisht. sepse logjikisht i pas e kalon në një lloj depresioni shumë të madh nga ana sportive. Dhe kush më mirë se sporti mund ta kalojë depresionin me kohë. Kështu që Pikërisht, pra. luni sport. Jemi një vëlla, çlironi Luni energjitë e Ata këqija. gjithmonë e bëjnë këtë të mirën që i bëjnë në formë animesh, ato që nuk e bëjnë dot ata vetë, si për shembull futboll ose Që të voleyboll ose nxisin basketboll. personin që luan atë lloj sportit që ai ta të tentojë bëhet të më marrë mirë. topin ta tentojë atë Bravo. stil ose atë Rasti- lloj lëvizje loje. Rasti konkret që ndodhi kur u bë botrori që Japonia ishte shumë më e mirë se më përpara. Rafi Gjermani, më tash Rafi. Rafi Gjermani, tash Rafi edhe dilnin në Brazili. referenca me Po. Blue Lock, Rafi me Në këto. këtë referencat me anime. Me anime, Po. thoshin Po, që po i po, bën dalin njësoja, me anime. kupton Po. ça impakti japin tru. Po, sepse Blue Lock u normale, jepet shiko, super ego. Ndoshta jo kjo gjeneratë, sepse duhet parë çik në long term. Po, long term. Ndoshta kjo gjenerata tanishme nuk do t'i kushtojë shumë rëndësi. Po, Për e exempel, mos, u raf nga u Rafi Brazilin 2-1, 3-1, 3-2 sa Rafi, se më Se më. më mend. Tash që ishte ndeshja e fundit. Fundit po. Okej, brezit tanishëm nuk do t'ja di se e pa nga ndeshja e pa. dhe e boni. Po. Për brezin tjetër, vlla që do vi, prit Ka dhe tjerë, pas shumë në filan impakte. vit është raf kaq. Po prit se edhe këtu te kjo është raf kaq. Është raf kaq po. Ai i jep një lloj zemre tjetër. Kjo po do sportistit i të edhe ri. me anime do jetë goxha më e bukur Pa tjetër, pra. Un kam parë këtë që lutet kështu po më kujton me Bravo. këtë anime këtu me këtë final karakter. Edhe Pikërisht, bëjnë super lek. Ore, se shiko pak, është për shembull karakteri i Kisës, se nuk e folëm, Po. Kisë Riotës, që ka perfect copy. Po. Ai domethënë Ajo ka ishte. këtë, ai përmor super ability, Ajo është fantastike. Po, super Nuk më lart. duket një ability në jetë reale që Si? mund të jetë e vërtet. super kopje? Super Jo. copy çata shikosh ti. Jo, jo, E, jo, fast sepse ti e learner. ke me Super- psikologji, super- që ka super njerëz kopje të cilët ishte- mësojnë duke unite parë. edhe Kobe Bryant si Black Cat. Domethënë, Asja zezë se ti edhe- ke experience basketball. Po pra, unite sepse e kishte idhull Jordanin. Dhe që lunde i thoshte ti do bësh këtë lëvizje, se unë ta kam pas, e unë e bëj, e kam mësuar aty. Bëje se unë do ta bëj këtë lëvizje, unë di se ta bëj këtë lëvizje. Po. Domethënë e bën dot këtë kopi. E pa bën, tjetër. ta bësh, po, e bën, e perfeksionon, madje mund ta perfeksionosh edhe më mirë se sa vetë origjinali. Po, ka Se raste mund ta po. bësh upgrade më të mirë. Po, është një Mund të jetë video- 1.0 e bën 2.0. Respekt e për Është Kisën. është një lëvizje, është një video me LeBronin, po ta kesh Po. pani në Që ka Instagram. po. Jo, që është ai Kalamoni, është duke parë neshë fëmijësh, dhe ai thjesht hedh topin Po. kështu. Dhe kapet në plan LeBronit, vllash duke ecë aty në palestër që bën po të njëjtën lëvizje. Lëvizje, po. Me dorë. Me dorë. Më duket se kam Një parë. jap. atë. E ke pa, është e vdekme Është që e do kam ta pa, kesh është pa, e kam pa, se është bërë shumë virale Shumë virale video, është bërë, ajo. dhe kam pas bë direkt e referencë me këtë të Kurokos, Aha. Po. pra kopja. aha. Kopja. Se kanë qenë, mos harrojmë nga fundi del dhe kopja 2.0 e Kurokos. Po. Po. Që ka qenë ai tipi flok Ishte, gri. Po, ai flok gri, po. Po pastaj aty i rriten i çik këto Ja, fëndët ja, edhe ja, do të ja. duket. I duket ai sikur është më i mirë, por prap nuk është më i mirë se Kuroko, si Kuroko jon. E di kam kujton kopje, atë qenin në vogël që marrin te restoranti. Kami? Atë qenin në vogël që gjente Ua! rruga. Ato e konsiderojnë kopjet e Kurokos. Shiko, Qeni ka një histori, po thjesht që ky autori nuk e ka shfaqur shumë se supozohet që Kuroko më atë të ngjajnë te pjesa e syve. Po. Po, ngjaj. Gjasmë thonë që e ka si vlla. Don edhe ai e ka kalon pak se dritë hija te pjesën, po Po. në manga, më sa kam parë, është më shumë i liur Kuroko me Qeni, ka më shumë pjesë. Po. E pse nuk janë shfaqur në Tarkan. Më shumë kimi me Po, më qenin. shumë kimi me Qenin. Vlla, Të i vëm bluzë qenit pra? Po pra. Numër. të ta bëj një pyetje, si e shikon ti veten, me kë lidhesh më shumë nga karakteret e Kurokos që e bën ti lojën si ai? Një përafërsi të paktën. Për shembull te pjesa ku ne vuajmë për një organizator në lojë, e unë do kthehem pak si Kuroko. Do thoj sa se Kuroko është do. Kthehesh veti si Them Kuroko. unë duke pasuar, duke pasuar ai shumë topa, sa duke thënë njerëzit orë, s'po gjuan. Je ti që të gjuash, nuk do gjuajmë ne. Okej. Gjuni ju, tash kënaqeni ju, tash dhe unë do ndihem pak si Kuroko. Thell me vete. Sa impakti je për ai? Nuk e ke idenë sa e bukur është kur ti jepi pas
ai ma kupton Edhe e bën. ndjesin. Kur jep një Jo. pas fancy. Bravo, kupton Edhe t'ja ajo. japësh fix gati atij që ai thjesht ta zhysi dorën dhe ta fusi. Kaq, Edhe na. ajo. Ajo është pjesa ose Është jep një miderë, pas, ai është bukur sa ai e humb. Jo, aty pastaj. Aty E, pastaj fillon ti, e. Hanxhari, t'ja Vlla, presa. po ti nuk e di si luaj unë basketboll o vlla. Ti s'di me lut futboll. Di si e bëja unë basketbollin? Si e bëj? Mersa basketbollin kështu, Po. edhe lëshoja kështu. Edhe policistët e ka jo tableta se ktheshe pra. Domethënë si praktikisht e lëshoj sikur lëshon një shafshi për luksin. Bravo! A kupton, kështu e ka bërë gjithmonë, vetëm ja plasja kështu. Se bën sa cirkos shumë. Kape! Kape, Vete kur shkoja aty, që isha poshtë asaj e bëja nga herë. kam këtë pjesë që i thënë, jam një pas bukur, janë këto shokët e mi që e humbin, mërziten ose e unë mërzitëm më thënë drejtën, e plasë që shaqi lush një. Pas ke shprejë një Pas ke ka. shprehje, Ajo është shumë e keq, sidomos kur ke kohë që tu luj ti herë në një moment. Mundësi kur është kamera one, ti bën ca pasa, nuk do të jesh protagonistin me gjujtje, ti jesh vetëm te pasa, e ato e humbin, për shembull, po ta marrim, m'fal, s'po dalim nga tema. S'ka, se kthehemi prap. Po kthehen te Lamelo Ball, Okej. që më thoi se ata mund kushë im, bën ca pasa si Kuroko. Rrotullime, gjëra fancy që duken Po. bukur, e kupton? E ka sa, po ta marrëm me këtë Ah, mohabet dhe mbyllim këtë pjesën e dytë. Dhe them, ky ka gjasi me Kurokun. Okej. Është edhe mosha, duket se është 2000, 2001, është i vogël, Okej. edhe do Kurokun e ka parë. Është vdek më. Është e E vdekur. drejtës, e drejtës. Dhe direktemi pyetjes tënde për pak fare dhe më shumë veten është si miderimat e treshat. Ma boni Pakoja qeqe. autobusin si Mourinho aty. Hajde se Mourinho. Urno vaj, më jep topin mua se do fiton ndaj tikim shtëpi shpejt. Tresha Ta marrën. ti më shumë, ha? Atë Pastaj. qa, po. Treshi. Ta janë ata lloj tipa që kupton ti s'do t'i kesh kur kundërshtar. Do të jesh me mua në ekip që ta mbyllim lojën sa më shpejt e tikim, Po, parë po, ose të bëjmë ne set më shumë pak. Është kjo pjesa që është kjo pjesa ku kena me shoku ku janë flok që kemi luajtur gati për ditë dhe Bruno merr tani topin ti, bëjë 4-5 aksione futi të koshë, ti më vas. Po lodhë. Ti çike më stym dot më. Ky Ky ka kryesa po zgjidhje, vlla. ky ka hall. Okej. Tashi, neve e mbyllim me këtë pjesën e dytë, kthehemi ke pjesa e tretë me Dhe fundit. lojnat e bukura e në me ja dy kështu momente që si kena fol deri tash. Kthehemi në pjesën e tretë. Shadow Clone. Ta bëj edhe unë një kosh me një super informacion tani? Unë e bëj kështu. Kështu e bëj kështu. Jo, jo, unë e kam S'kamu. su direkt kështu. Jo, jo. E njëta studi që ka bërë Haikyun, ka bërë edhe këtë Kuroko në basket. Dhe mirë këtë, Okej. për ka bërë edhe Ghost in the Shell. A me apo të katë. Se ka Jo, mundësisht, si e lidhën. Production IG. Që nga Kështu nxi. titullohet. Që nga Vlen të nxi. hym tani në chat GPT tash. Ala me gjie. Me pyetje, nëse për shembull do bëhesh një crossover midis këtyre dy animeve, Haikyuu edhe Kuroko në Se ka basket. parë Haikyun. Po mirë, më mirë në rregull dhe ti pusha. Po si do ta bësh pyetje pa? Ah, po so aty. Përgjigjen ju Po të dy. përgjigje, Edhe ju po, komentoni, edhe ju komentoni. Direkt. Kush do fitonte? Kuroko, Pa vëlla. çka që unë se kam parë fare atë, nuk ka shoh fare. Kuroko ka me fituar sepse ai është shpirt. Oh, Ai është shpirt njeriu. Jo, ti prandaj e thua këtë sepse nuk e ke parë. Pa Haikyuu. zërin tash Unë çon do me rita Haikyun. shoh, Prandaj e do nuk t'ja e ke- përgjigjen prandaj prapë që do e. fitoj prapë Kuroko. Jo, Bravo. ta Vaj, siguroj. e, dakord. Më sigurohu sa të dush ti. Sigurohu sa Ai të ka me dush. fitu vlla. Janë në fakt kishe diçka? Jo, thjesht më mërzit fakti që nga herë këta tipat që janë gjasme në hije kanë të dashur vlla. Edhe mua më mërzit fakti që Ka atë lloj të dashur, Si ka mundësi që këto animet e basketbollit bën Japonia më të bukura dhe Amerika nuk merr mundimin të bëj një kartun ose një anime të Po. bukur. Po ka bërë më Looney Tunes. Okej, nuk jam basketbol. E basketbol. Unë Thjesht Unë kam nuk bë po Space kishte- Jam-in me Mos Michael pra, Jordan. E bërë edhe me Jordan, ajo Space ishte. Jam 1 Pa, se te Space Jam përplas. 2 Është skandal. nuk e di vllai nëse ju e dini, po Space Jam 2 LeBroni ka marr një aktor tjetër që të luaj rolin. Nuk ka luajtur LeBron James. Fare, e? Jo fare. Ka marrë një dublant. Nuk e di nëse e dini. Jo, Jo, s'është nuk e Informacion di. shajë Shqipërisht. fare. Është 100% një saks informacion që ka marrë dublant ta luajë sepse kishte frikë mos të u dëmtonte. Wow. Jo, nuk Ose- ka fare nga janë. Unë Po, akoma s'ka fare deri ke- në 25 unë akoma s'ka pa një crossover të bëj LeBron. Jo, kjo është e vërtetë. Shumë. Ale. Nuk ka back. Nuk ka. Mund të ketë shënues, mund të ketë më shumë pikë se çdo kush, nuk ka back për mendimin. Nuk ka chance, si thon atrosh, nuk skill sa run and dunk, po okay, run and dunk e bën gjithë po ti je i gjatë.
E unë mutim 2 metra, dhe shkoj te koshi varem aty. Po, Pa s'ka si lloj filozofie, ora thjesht i kanë ngel, thjesht e bën Atë kujtohet ku i tha Janesi, u kap Janesi me James Harden, i tha Harden i tha Janesi, unë po t'ishe gjatësia, jo, nuk e ofendo, po t'ishe si qeta 2-13 tha, që ti merë sa është Janesi tha, rande dang tha e bëj tha, hajde bëj këtë që bëj unë ta step back trash. Edhe Janesi tani po perfeksionon atë trashin, po prapë ka atë lëvizjen shumtuar kështu si e ka si. Që është edhe trupi i madh, nuk e përveç asaj nuk është i naturizuar si shooter. Patjetër, po shiko, mu më pëlqej ajo pjesa që këta dalin nga zona e komfortit. Po. Se ke edhe po flasim Që për tentojnë, po. Brownin Që nuk del për LeBron që hajt varja. Vare, ka Është si puna e këtyre valla. Këta Uncrowned King, i mamen, Po, te pjesat ka qenë një episod. ta lale. Ka qenë një episod wow, bom. Ishin shumë të egra ata, nuk më Ka prisën qenë ai tipi ndoshta, te skuadra i ky tipi mamen që dëmtoi këtë Gjurin, kam Gjurin, gjurin, bravo. këtu. Thyn Po gjyrën e tipi që flokëve. i dëmtonte, s'po kujtohet emri. Po vlla, thyn gjyrën e flokëve se gjithë i kanë ngjyrat e ndryshme, a kupton liber atje. Ai ishte kështu si ai lëja te Death Note. Death Note, ishte Death kështu Note, ku fom. Nuk i maj men lale, pa ishte lojtar i ndyr, i pisët. I piset, po edhe në brenda ishte si des. Po bravo. Unë them që ne mund të përvezojmë edhe si KD, si Kevin Durant. Po, tash para që shumë, po. Mikeramte. Tash Mikeramte. Ta lim Reaper. atë që po thoshte edhe Liku që edhe emrat që kanë të gjithë personazhet kanë lidhet me ngjyrën e flokëve që Po, domethënë domethënë janë mrekullit jo. domethënë që ka gjyrë të flokët, ato shpalosin mrekullit si lojtarë që janë në basketbol. emrat e personazheve, po ti përkthesh në shqip është ngjyra, domethënë ngjyra që është si shqiptohet në japonisht. Sa origjinal që janë o vlla. Wow. T'ja vëm gjyrë. Wow. Leilaja, bluja e kuqja. Normal që ne do harrojmë me emrin dhe thonë ora ky Leilaja, O, nuk ka Leilaja. Leilaja, e kupton? Do të ne kemi thënë, ne kemi fol me emra, vetëm si e themi shqip. Po, ja kemi përshtat. Tu e thira të tive, no Kagam. Kagami është blu, Kushallai, kushaloshi, ku O është ai? Kagamosh. Zanin që këto. Bardi. O kuqo! Bravo, Bravo, kasapa në lera atë. U thash se ke për tonë në koment, po kështu tralelati. Është shumë çilla ja, kupton, po shjon muhabet. Mund ka pas pëlqyer Qamet tek ekipi që u kthy, o kasapa nëse e ma men, si e ka pas emrin ky më burr, që ka qenë Uncrowned King, mbretit e pakurorzuar, që ka qenë te ekipi Serinit me Kurogo. Me oj fillon emri apo? Nuk e maj men për Qamet më Kioshi Tepej, bravo. Kioshi Tepej. Bravo. E çka kasapi që ke. E kena të përgatis, e kena të Far përgatis. kasapi. Mos të do të jemi gjithë atje di kasapi këtu. Po jene që jena për zotin, për Do bëre zotin. crossover. Je. Direkt. Bënej kohë Kioshi, kasap. vlla, super lojtar, super altruist. Imagjino, arriti deri në atë gradë, sa ai kishte operuar gjunjë. Gjurën që po jipte, më them më shumë se 100% shpirtit. Ai po jep të shpirtit. Pse më fal, goditja e fundit kur Kagami, se ne s'kemi fol dhe për elementin zonë, që është shumë i rëndësishëm, duhet ta flasim tash këtë. A je nxori, po. Jo, Kagami. momentin e fundit para goditjes, është ajo është super larçe. E hedh poshtë, ja jep Kioshit, Kioshi ja jep prapë Kioshi, sipër prapë kur sipër. hidhe. Shumë bukur ashtu. O non, Ajo e është çfarë një- skene. Adrenalin. Man para kështu. Po, Ajo, Manang. unë e shkarkova vlla atëherë, e vona kështu wallpaper, kështu lëvizje live wallpaper. Sa perles ajo. Tjetë shumë adrenalino për të tritëronte Po, komplet. pse zon Si Oli dhe Benji. original. Ti e ke pa Oli dhe Benji? Benji e kam parë unë. Më thuaj kë pëlqen më Italia shumë. Olin. Si mund të ishte ndryshe. Mund ishte ndryshe. Ishte impakto. Po, e Ne dini kemi juve? parë ne fal atyre mësuar italisht. E, ajo. Po, ajo ajo po e po. Unë tash e flas si këto bancë, se s'e kam praktikuar po. Ti kujton se unë nuk di të këndoj live? Hajde të spik E Italia. dini t'juve që për shembull edhe këto aftësitë që kanë gjithë të personazhet është i qëllimshme për t'i dhënë akoma të më shumë efekt dhe për ta bërë një shonen klasik si Naruto, Dragon Balli. Këtë arsye e kanë bërë, që i kanë dhënë kaq Që kanë kaq vlerë. Shikoj Po, se lidhet me zonë ngjyrën e Shumë flokëve. madje vjen keq që akoma hyn në Google kërkoj që a do ketë ndonjë seri apo do ketë një film. Mbaroj fare ajo. Në fakt ka një film Jo, ajo. ai Ka. ka bërë rip. E bën një film që ishte në 2015. Po, Në me 2017, Swords, Whirlpool që- Swords, po, që u bashkuan Që gjithë. bashkuan gjithë, po prap ka nevojë të nxjerrë diçka siç po nxjerr Dragon Ball. Patjetër. Dragon Balli ka arsye tjetër pse vazhdon. Po, Edhe për shembull këtu tira arsye tjetër pse vazhdoj. duhet shumë të diskutohet për shembull backstory i Akashit.
Pikërisht. Pra, sytë e perandori. Çfarë traume psoi ai përveç nënës që nuk e kishte ti jamës? Këtë gjë e bëri, e bëri slam dunk të filmi i fundit që zonë 2023-shin. Okej. Që nuk po flisem për Kokushin më, po flisem për historinë e tjerëve. Kjo pra të është. ekipit. Kjo është ai që Sepse i Xha e mungon dim pak që Europës. Ky e dim si është. Të njohin skuadrën tjetër. Se Pjesën tjetër. Shiko, ky ka shumë gjëra të bukura se në vërtet nuk të del një orë. Realisht e Është kemi vërtet, atë. është Asnjë orë vërtet, gjysmë është asnjë lloj gjë, janë shumë gjëra. Se ka shumë gjëra, është miku i ngushtë i Kagamit, Pikërisht. që kanë luajtur bashkë në Që kanë Amerikë. luajtur bashkë në Ata Amerikë, kishin po. një bond shumë të frikshëm deri në momentin që E ku në Amerikë, që është basketbolli që akoma më i lartë se në Japoni. Po, pikërisht pra, vërtet. E pam të pikërisht. filmin që ndodhi te pjesa e akuerën amerikane që po dërgonin. Pikërisht. vlla. Dhe po ti vesh re, apo ta vesh re tani te kjo pjesa akuerën amerikane që bën atë ndeshje finale, që ishin gati si copycat me këto. Po. Rap. E do thonin që amerikanët po thonin që këto na kopjojnë neve valla. Se ne kemi këtë pjesën e streetballit, nuk e keni ju. Ne kemi kulturë. Këtu të them unë hyn pjesa e Enduani, streetball culture që ka qenë në Amerikë. Okej. Që me stile që ato bëjnë, përshtatet fiks me Enduani. Enduani ka qenë në lojën e PlayStation 3-shit. Po. Po ta mbash mend ka qenë edhe se Brezion tash që po ma kujton. te Streetball volumi 2. PC 2-shi. Volumi 2, volumi 3, volumi parë që ishte bënte këto stilet e Ua, sa mrapa më ke kthyer Kam tak po kthyer, ju kam më kthyer, kthyer brava, nga brava. një. Unë arsyeja që unë e mora një PC nga i shoku në Okej. PlayStation, e përshëndes Tedin. që e mora atë PC-n ishte për të luajtur NBA Home Court. Home Court që versioni finali i streetballit Streetballit, po. në PC 2 që ti hidhesh, ai hyp me këmbë te rimi, kërcen prapë kthehet prapë dhe e kthen dunk. Ose e bën dunk, e kap topin e kthen e jep prapë double dunk. Sa Mua do ta marrim PlayStation 3 do lëm këtu. Wow. për zotin. Do lëm këtu ma të lojën, është fiks 2 lekë i ka mund. Ore, E direkt ke? se ne Po, bëjmë kryet. dhe live tu të që i kena me lojrat me të ftumët. Po. Unë them që NBA Home Court do e bëjmë sepse shumë pak e njohin në Shqipëri si lojë. Vllai, Është ti vetëm japim streetball, është drejtim, vetëm ti streetball, japim japim drejtim drejtim saj. burse. E disa edukative është, Po, po vërtet për zotin, nuk po. e din. Edhe nuk- edhe pse dyshin e gjem, po do të gjem lojën te Streetball volumi 2. Ose Me tre. porosit jashtë edhe ja Po lap ta na gjetë në vi. marketplace-in ndoshta. Ti merr vesh më. Shikojmë. PlayStation 2 do Po ta do di bëjmë që- prapë atë klasike, do lutem një herë. Do lutem edhe që të Brava, hapet. brava. Po ta di që unë Vetëm shkoj ajo deri- famja. Unë kam shkuar deri në Japoni. Që ta Çfarë? vleja atë NBA Home Court, domethënë Ke shku në Japoni për duke vle atë? lundruar në web. pra. Ja, ja, zëzdova. pra. Duke Tu lundruar. bo xhiro. Thash- Marr Problemi bëmi xhiro. ishte se nuk e bleva sa arsye se që japonisht loja, nuk e Ah. bleja dorë. Edhe janë lutur Racista. Danielit, Njelitos, që akoma ja kam lekët borë, se kam ullë akoma lekët. Falja vlla. Sot i jap, jo, mosa. Sa shkon, ti falë themi për histori. Edhe ai e gjeti në Angli diku te 8.5 pound. Okej. I thash ma merr, i thash vaj, ma nis me ai avion, furgon ç'a dushte, me ka nis vaj, për 5 ditë kam pas Tiranë edhe sa kam kopjuar diskun, se s'doj ta gërmisha as diskun te PlayStation, kopjova diskun te PlayStation 3-shi, edhe kam luajtur, do të them me 8-9 orë ditë, pa ndërprerje, derisa ta Sa shpiroja. fiksohesh. Po fiksova fare sepse është streetball, ti e plas topin te koka, e rrezon tjetrin e fus topin për shalë, nuk kam bërë një video, një reels në Instagram, do ta rregoj më mbrapa, është shumë e bukur. Do ta shikojmë. Shumë addictive. Ai duhet patjetër. Duhet Shumë po lun kurokun Po, në lojë. Për ata që nuk e dinë, ne bëjmë live çdo të hënë në orën 9 ose 9:30, përqendrohuni se ka shumë perla i live. Do i keni njoftimin ke Instagrami, TikTok, e keni këtu poshtë. Kujdesat e zilën aty lart, shtypin atë zilën aty e i merr njoftimin. Ja. Se ja, që ku bëhen punët tamam. Sepse Joba nuk e pa, që e pash zilën aty lart, Je, djallë. Po pra, tringëllon, ashtu pra. të vendosni alarmin në mëngjes edhe aty. Jo sa alarmin e mjesit se do asnjëri. Veni zile lale për të pa gjë të bukur. Ka që thjesht është. Jo zile po të çuar, zile të pa gjëra të bukura. Kjo zile e mirë. Kjo është po tamam, kjo është zile shumë e bukur. Nëse do i veshe, do të veja të gjitha këto ability që ka gjithë secili prej këtyre. Prit para kësaj. Më thuaj të vërtetën, një ability si unë ku ka qenë te filmi, në momentin e fundit ai Bjondi, amerikani, doli me Emperor's Eye. Po aty jam habitur ku ngela totalisht shokato io. What the? Që ndodhi, si ka mundësi si ka mundësi, e dy, kupton si dy. perandori. Po edhe kjo ability që Akashi mund t'ja shpërndante zonën Po tjerë. zonën tjerëve e kishte kjo gjatë bukur. Po shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme edhe ajo. Ças bëjnë o burr? Jo më po është, domethënë, Ore, ngela. ajo është diçka brenda fantazisë, e Po. pse ka po të shikosh përshkrimin thotë është fantazi. Patjetër.
Po jo, Sepse zonë, edhe loja basketbolli është fantazinë vetë. Si ti e shef zonën, si ti e shef lëvizjen e topit. patjetër. Po shiko, zonë me sa di, kam parë një reel, mos gabofsha edhe këtu në rrjetet sociale, që specifikojnë që zonë nuk është thjesht kjo emri fantashkenci kësaj anime. Zonë është një statement që ka atleti në një pikë të caktuar të lojës ku fokusi në lojë është 100%, është maksimal. Pra ti realisht dikush nuk e mbaj mend, a e kam dëgjuar Është state of mind. Është e njëjta gjë që pasqyrohet Po pra edhe ideja tek një stad, se s'po po. më vite ndoshta fjala e dur, një stad që ti arrin në lojë ku ti je përqendruar 100%, pra fokusi jot është aty Vetëm lale e ke loja. rrafsh flat. Aty e ke flet Gjithët. edhe e ke nda me një. Dhe ti arrin të kuptosh, që logjikon lëvizjet në fraksion milisekondash. Si observation haki Po, që ka po. katakurit Po, e po One ajo, Piece. po ajo vllaja Ti e- pjesa e episodi që Kuroko ndeshet me atë kokushin atë vogël që si Kuroko edhe do të hynte dera, nuk të përdonte dera. Kokuqi? Një sekond. Ai është ai tjetër që është fiksi Kuroko, që ndeshet para finales. Nuk më vjen emri, regjia unë ndihmoj me emrin. Kokuq? Ai Kuroko? që është si Kuroko, që ishte brezi mrekullive të në Akashi pra. Akashi. po, Akashi, po, flogu rozi se. Rozi, kokush. Sa aty ngjajnë, se nga që kur i themi kokuq kujtohet Kagame. Varet nga grafika që kena pa. Po, valla. Ja ku do, pikërisht do le tani. Ja. Ua dhe ky super Është moment. pjesa që do t'i hapi port në Kuroko. Top. Ta shikojmë Ja, çik. shikoj si e kapi. Ta Ja, shikojmë. po këtë po Shqipra ka. flisim. O vllai, shive Shikoj si e çfarë kapi. Emperor Kjo pjesë këtu e kanë fjalën që Kuroko këtu do t'i hapi portën. Po, këtu është Nuk i ndihma gjetë pra për portën, të kaluar është para- zonën nivel 2. Është para te vrima e Chelsea-t Na knaqi. që si ta hapi. Po, Ore, është më shikohet shive prapë. çfarë Më shikohet Opa, prapë. prerja, o sa e ndyrë është kjo prerja e gjunit. Crossover i gjurit. Ua! Shiko se ai kërcen e rrotullohet edhe tat. Shive. Dhe ta dish do kushti Grafika. këtu bëri hapa, ai ka bërë gather step, kërcen me tom dorë me 2 kom Po. dhe akoma nuk e ka të ndarë cila kom është baza. Baza, po. Ai lëviz edhe një, mund lëviz edhe malë Tak, tak. lëviz edhe një edhe një le japi thjesht. Game over. Edhe ky Kise Ky perfekt. Jo, jo Jo. për eskise se edhe ai flok, edhe ai që ishte çik si me ngjyrë, flok griu. Po pse? Po ai me Kjo griu e thjesht ishte ai me kopja e flok Kurokës me jeshile. pikë Ai me zeme. flok jeshile që ishte super fokusuar. Midorima, po, Midorima me syze. Atë po thoshte. Ore flok Lejlan s'kena folë, ai që ishte si flok. Lelaja Mora ishte Sagi shakon Baraja se ishte- kanë ai skills thjesht është mirë poshtë koshit, defense shumë i mirë, Ishte nuk e i depërton dot. fort ashtu ai. Nuk Unë e po përqen shikoj, dot. Ai ishte se ta zen komplet koshin. Bra, ai ishte team up me shokun e ngushtë Kagamit. Pikërisht. Po. E super gjë e Super bukur. dyshe e bukur ajo. Unë do të them që ajo dyshe është tamam, mos them që mund të jetë si Kobe e Shaq. Po, ajo është ja diskutuar pra, atë ishte ose tamam. Wade me LeBronin deri diku LeBroni si Po, si Murasaki, po. Saki, po. Jo, mu më pëlqen shumë kjo ideja që i vun këta dy shokët e ngushtë, historia e ishte shumë e bukur dhe shumë e thjeshtë, valla, shumë reale, shumë konkrete për të kap. Dy shokë ngushtë që thjesht janë rivaliteti shkon. Rivaliteti kthehet E kalon kufirin. Ja kalon kufirin, po. Kjo është ajo që më pëlqeu dhe përballjen e kanë bërë shumë të bukur. Përballjen e kanë bërë shumë të bukur se njëri nga ata thjesht s'do të luaj. Kagami atëherë s'do të luaj. Zot lumte, po. Se kush nëse fitonte Ma mend, më duket se është historia e Varsës duket. Po, ajo me Varsës. Unazën si e Po, vun, që Unazën unë si nuk blen. luaj tha sepse e kemi bërë premtimin Po. bashkë. Në qoftë se më mund ti, unë nuk do e mbaj Po. më këtë Unazë. Nuk dhe maj, Dhe po. ati thjesht pasaj erdhi Kuroko që ja fut në grusht. Që grusha bi gjuan shpull. Grusht, Grusht. duket. Ja fut në grusht Grusht, atë po. moment. Komentoni. Po, që e skushtu edhe Po. ai thot Po edhe nga Kariga ja fut në grusht dap aty. Ma mena të tra njerën që del kështu thot. Ç'a ndodhi? Ore kjo është i urdhër mua. Unë Nga kam doni. një pyetje, Cila është ajo ndeshje që të ka entuziazmuar më shumë? Në fakt, më thoni të gjithë, Shiko, unë cila nuk është do të them ndeshja atë që ka ndeshjen e fundit se entuziazmuar? duket shumë e bajatën Pa. me amerikan, sepse ajo është fundi i filmit, po ndeshja që më ka mencionuar më shumë është e pjesa ku ato humbën finalen, Po. që u desh të ktheshin më fort. Mm. What cannot kill you makes you stronger. Yes. Ama fjalimi i Ao Mines, the only one who can beat me is me, Po. është, Ajo nuk e është- di. Ai Ka fjalimi sapo është- të Qetso tajë. vlla, Ajo qetso. fjalimi është vlla, nëse ti ke ndeshje të rëndësishme, përgjigjësoj Po, vlla. ose kufje, O vlla, më thuj që si e të fan si Kuroko basket, o ka sapo, Pra. ka me këtu lale, Ja. shime ku është, shime ku është. Aomin e dajki direkte, nuk kena si Aomin, fjalimi që do ta mash në kufje aty ta ngjosh parë se të kesh një ndeshje kryesore, që ti jesh Wow, all in.
Jo lale, po qa keca si kem lidhi bash dhe jepi. Ore, po na bëni me pa dhe Ja, erë, ku doli tani sa e në parova, finale, po, se po e Opa. shikoja tani ti po flisje o po shikoja. Ajo ka pasa që pistej. bëri kështu me byrë që dhe pasa e Po? gjithë Erdhi momenti më i bukur. Kemi lojën kasapo, kemi lojën kasapo, faleminderit. Lojës vlla. leme gabu. Asnjëherë. Erdhi momenti i lojës vlla. Tani lojë që ka me të Ikim. botë ty. Ja, këto, sa më të derën. Ka parë që jeni si rënd shumë, e kupton? Urdhrat e mia në absolut. Na fal. na fal. A mund ndihmoj pak regjia në kupja, po s'kam kupje. Çfarë thotë? Okej. Kasapo. Do të bëj pyetje vlla që të më thuash personazhin e preferuar nga dy që do të them unë në Kuroko Basket, Okej. okay? I mban mend, besoj Ska që se të unë nuk i dikujtojmë mbaj po mend. që Okej, Do të s'ka them, gjë. okay? Momente janë. Me flok, Po, s'kam Edhe me gjë flok, në bravo. flokë, Elbirë. Okej, atëherë nisim. Të pëlqen Midorima apo Aumine? Midorima. Si ma nxora Auminën Ne, jashtë do ne, ishin ne. fillim. Midorima di pse, sepse okay, ai dyti është goxha më i mirë. Po thjesht Midorima sepse un jam person që gjyt tresha. Je E keq ka të tani? vetën apo? We shake hands now. Midorima apo Kise? Midorima. Okej. Midorima. Midorima apo Hyuga? Midorima. Midorima. Juga është e numri 4, E kapiteni, di, kam s'u vërtetë. kujtoj. Midorima apo Izuki? Suki. Izuki ai Flokziu. Ai flokziu ishi, ai ka qenë interesant Ka goxha. qenë shumë interesante ajo, por nuk Po kam. thuma atë tipin Po që që zëvendçoi Kisja. po, Ai që zëvendçohet nga Kise. Po. Më thuaj vlla. Midorima. Okej, Midorima apo Kobori? Kobori. Pastaj te Kobi vua. Jo. Gjatë ko, isha Kobi. E ka vesi zgjat atë kam fjalë. Midorima. Midorima apo Aida? Jo, se atë dua të them atë trajneren. Se kishte emrin trajnera? Se di unë valla. Trajneri. Trajneri, ato trajneri. Nuk dinë me bë bowling. Apo ti do të vetë atë të bollin. Ja, malla. Dhe metalla. Sa sheku ke pa eri Pa, pa. sa ta mbaj shikon morti tema që si sta marrën. aty. Okej, vazhdojmë. Dhe Midorima prap. Okej, Midorima apo Fukuda? Fukuda. Fukuda është Fukuda, ja ku është Fukuda. ma kujtu da ja ku e ke. Ja pa ky tipi. Ky është ai që u zëvendçu nga Kisja. Po. Shiko si dalin direkt fiks Po, fare. po. Midorima. Mbje keq Midorima Okej, deri te Midorima apo Kasamatsu? Midorima. Wah, dhe pas ka pas Jo fort. më Kasamatsu pas ka qenë ky tipi. O vllai po i ngatroj me emra, sy që Ahmed do po kujtohen, domethënë, po që Ju do hyni të shikoni dhe ta korrigjoni prapë mbrapa. s'ka problem, na pranojmë, bullizoni, pranojmë sta gjë gjë. Midorima apo Akashi më? Po ja sa kisha për ta thënë. po e nuk di prit. unë, pranoj Po s'të prit, lash. Midorima apo Akashi? Midorima. Wow. Nuk e ndaj Midorima, nuk e di pse pas kanë sot me Pas ka tresha. qenë i forti. Do të Kalo shkojë te- Midorima apo Ka- Murasaki Bara. Murasaki. Nuk është slim fare ai Midorima prap. Midorima apo Kagame vlla? Ha mos e shkove vetë. Midorima apo Kagami? E pse nuk jam loja e Gagamit? Po ajo zemra që ai vazhdon jep ato të pjesat e episodeve të finalet të ndeshje, unë them Gagamit. Ta Okej, ndryshoj, pa tani ndryshoj. kemi- Pa ndryshoj me mi Gagamit. Tani kemi finalen. Kagami apo Kuroko? Ndryshoj vetëm për Kurokën. Shumë easy. Edhe pse vetë autori i kishte bërë që këto të shfaqen të dy si kryesor si fillim, shtu atë nuk shtu Kurokë, shtu tjetrin që të duket si star para Kurokës. Patjetër. E Po vërtetë. kjo është, ama këtë ka bërë shumë të bukur sepse në dukje ka vazhdu duat nxjerr Kurokën, po në fakt nxorri këtë tjetrin. Po do nxjerr këto Ama prap Kurokën doli më kryesor. Kurokë Ishte diamante. Pa bra, kasapo do të grije, do të grije në lera atë që. Kasapi ka pas një lloj pepe që ma çoj para 2 javësh mua që më i thash ma ke foton. As ma çoj as full high definition, ma çoj kështu si screenshot. Ja ma është Vizor. kasap ta më gjende, kasap, po ta kasap, gjende. si që është kmet kasap është. Okej, grove. Ne arritëm Sa ma kënaqi kjo. Ave, Do ja. të them që herën tjetër do flasim për Slam Dunk. Patjetër. Që bravo. për Slam Dunk. Patjetër. Duhet. Jo shumë shpesh sepse Unë jo do- gjithë e kanë menin e basketbollit, Jo, po patjetër. Ne urojmë që Kemi pak në plot. kjo video qoftë 1 apo 2 veta ti këtë stimulu, Po. për ne është arritje. pikërisht. Për ne është shumë arritje kjo gjë. Inshallah futën ta shohin sepse është një serial që s'duhet humbur. Është Po, shumë e shumë e vërtetë. vërtet. Shumë, po shumë e vërtet. bukur. Ti jep shumë ndjesi të mirë. Dhe ti- mos hyni që është e vjetër, jo po kështu, ku kemi hyrë shumë në Slam Dunk që është 1989, diçka e Po. tillë që është para të fare. Kjo i ka efekte më të bukura. Gjithsesi animacionin e ka nam kjo Animacioni e ka më se të bukur kapëm. se Slam Dunk.
Unë kam është unë pak unë sigurt. më thënë drejtë kam hyrë me pak urokun një herë, pasi u kthej prapë stand down ta shitja. Jo, Unë do kam ta një do ta pyetje. do ta shikoj patjetër. Ta mbyll unë me Po. këtë pyetjen. Tën. Këtë zgjidhje. Kuroko në basket apo Stand dunk? Unë them që do zgjedh Kuroko në basket. Oh! Sa e di pse Kuroko në basket. Pa çka që Kuroko mund të jetë, të thua që mund të pëlqen se është më e re, prodhimi i mirë, prodhimi i ri, po është pjesa që te Kuroko në basket ka këtë pjesën që ka edhe streetball, ka stile, ka freestyle. Te stand dunk është më shumë lojë 5-5 indoor. Është më profesional, është më pro. Luhet ndeshje, nuk ka të them mund të ditë budallik një pas, një gjë Po. të fancy. Nëse vërtet. Ja, është Po unë them që special. Kuroko ka marrë goxha nga NBA. Po kjo është pak Po, sigurt. ka marrë Ka basketbol vitet 90 deri në 2090. Ka qenë vitet të arta në Po, kanë NBA, qenë që se ishin- janë dhe championshipet e Michaelit aty. Po ku do i gjenin ata Tu inspirimet Chicago tash, Bulls 93, 93, tripleta e parë. tripleta e parë, edhe Kobe boni tripletën, donët kupionte Jordani. Ja pa, baba një Pa është. çka që njësi tonë është sidekick i Shakut, ai tregoi prapë veten që është Kobe. Po, A Kobe ka kemi pas. qenë, kemi Natin Edhe falim pjesën haku. Që Shaku shkoi fitoi që fitoi Shaku atë unazën te Miami. Po. Unë ze Kobe që unë Shaku i O tij. vllai, o vllai se po të fillojmë O, dia, e, unë nuk tash mona- pas mona- nesër mona- marrë. mona- e na knaq. Si ajo në vjeçare, më fal vetëm se ajo në vjeçare që u ndan gjithë yjet, e pastaj shkon ekipin kundërshtare. Ore vllai, vetëm një gjë. Basketbolli atëherë ka qenë që, ore, shkoi Kasabi te ekipi tjetër. E mori ai, ore, pse mos e mor? Hajde çuna. Nuk merrte super hyje. Fare. Hajde çuna merrte ekipin, ne da e marrim, se e mori ky. Po. Kjo është pra Kurse loja. tani basketbolli ka shkuar që, oh, e mori Kasabi, unë do shkoj te Kasabi, o vllai, fitoj me kollaj. Po. Më bën thjesht- keri thjesht Kasabi, lojë. po jo më vllai, atëherë ka pas që Jordan ka ekipin e vet. Unë në ekipin tim që do ngrem që jam veti mirë, që kuzore vetëm Po. timit ta ngre ekipin do marrë unë në ring. Po. Bad boysat kundra Jordanit. Po, sa do ta sa do ta thosha për zotin. A ka pas tjetër. O lare le, jo nuk e vazhdojmë. Unë përmendoj, unë jam Po. thënë që mund të kem koneksion fanellë basketbolli, duke vazhduar që ka vitet 1990 e lartë deri tani që mund të kem mbi 42 fanella basketbolli. që është. Atëre. Edhe ti ke 43. autentik original. Jo ti ke 43, valla. 43 kam me timën Bruno Bo. Atëre E di ai se ka 44. hyrë, ka 44, numëruar. 44, valla se ti ke edhe atë fanellën e bukur këtu slam dunk që Slam ta ka dunk, bo po, ama pikërisht, sticati, e, ha? dihet. A mos ti Dihet, çart Ajo në është ero. fanella Edhe veçantë. e di çka, presim hudin e Kuroko në basket. Jo, kjo po. Kjo po dale. Po. Kjo është e pamundur. Ka mos i çart me gati. Derat ma helli kështu Po, biçë. na vllai, na se e kam bë gati. Ke për ta Se bo. shalqi. Ama valla, kene Nzatin që të ka bë durata. Tani e kompletuar. Nuk kam ç'a të them mo. Të lenë zonë tini pa të ndryqua. Unë këto kam. Kolege dashur, kena i gjë për të pas në studi. Unë të sugjeroj edhe të shikosh Flower Decor DM për çdo dekor që do duash të bësh, siç na ka bërë në këtë pemë, na ka bërë edhe këtë këtu. Me thonë deri se nuk ja thash, më ka pëlqyer studio. Shumë faleminderit, po kemi Flower Decorin. Nuk jam di as të kafe, as aty jashtë në rrugë jam di, se ku jam në shtëpi dime tani, do bëjmë jeni mbledh grup shokësh, e shoqësh jena mbledh. Ato duam edhe ne. basketbolli, sepse në Shqipëri nuk bëhet muhabet basketbolli më. Ajo, Fare, ajo. fare. Ato duam Fare. edhe për të jesh sa më komod. Ne falenderojmë Flower Decor DM Faleminderit për që këtë më mundësi. Ishte Ashtu super shumë. kënaqësi. Jo, ishte më Jo, prit, s'ka marrë falënderime për ty. Zot birava. Allah feketi. Nëse Flower Decor shumë faleminderit edhe për gjithë ato që duan dekore me lule plastike, ti kontaktojmë. Tash i ka ngel dhe i tjetër. Kemi dhe dhe finali. Se ti na Atë thet një jemi që- si në shtëpi. Po që se Po. ti më Çe dhe birazeri. shpinë të ty. Po, mund të shkoni edhe në një shtëpi tjetër. Ke përsësh atë ndjesinë që je i lodhur ose je i mërzitur edhe thjesht do t'ikësh. Po, Thjesht do atë po. qetësinë tënde mendore e gjeni te vila jon. Vila jon, vila private jon, pa në fund. Po, si dhe Ju dion, e asigur- dim. ju asigur- Ju asiguron të gjitha këto me ambient brenda, jashtë, me shumë dhoma të mira, me ambientin e kuzhinës, ambient denje dhe një ambient Gjitha fantastik jashtë për të ndetur dhe një pishim fantastike. Fix. Bëjmë një 3 pikësha aty për qef. Unë them Fitojmë. bëjmë një kosh aty edhe vazhdojmë bëjmë E një kemi tërshë kryer. Në fakt, po, e keni dhe hapësirën për Është të hapësira, qoftë pikërisht ku do ikim futboll, vlla. volejboll, basketboll, Direkt, hajde. Ka sa nisem. po, bëj gati makina. Bëj Sa gati. të marrojmë, sa të marrojmë. Bruno. Vrum. O, Bruno. Shumë faleminderit. A pëlqeu, më kam thënë. O, jam Na ke Jeni kënaq. kënaq. Na ke kënaq. Unë isha kështu si emociona fillim fare. Jo, Kena valla, pas jo, muhabet, jo, ore, jo, unë- jo. Unë kam dalë me këto tjerë, por prapë kam qenë si ngurt, sot kam qenë më mirë më thënë drejt. Na ke Okej, atëherë një falënderim shumë, po shumë i veçantë edhe për ju që na ndoqët deri tani.
Mos I lutem, harroni. na boni atë like-un, atë subscribe-in, edhe atë Edhe zilën mos se harroni s'vjen edhe gjë. zilën, se zila është important. Po kjo pra është si. Të lutem vlla. Zilën. Jemi të lamë njëri tjetër. Nuk duam asnjë gjë Edhe tjetër. diçka, ball is life. Ja. Kjo ishte përfundimi. Oh, kjo është fikse mbyllje. Ka unë Arlini shtletet mira, ale dhe qofshi mirë. Mirupafshim. Mirupafshim, Peace out. datën. Shadow Clone.